gjithë kohë mundësi të jeni pjesë e këtij procesi kaq të rëndësishëm. Faleminderit shumë, faleminderit. Këshilli Prokurorial i Kosovës është duke zhvilluar procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit. Integriteti i këtij procesi ishte cënuar qysh në fillim, pasi ishin tërhequr edhe nga monitorimi ambasada britanike, e cila ishte injoruar për 2 muaj nga Këshilli Prokurorial dhe kryeprokurori i shtetit. Sidoqoftë, Këshilli Prokurorial ka vazhduar procesin dhe për herë të parë ka vendosur një standard të ri sa i përket transparencës, duke publikuar koncept dokumentet e kandidatëve në faqet zyrtare dhe duke transmetuar intervistat e kandidatëve në transmetuesin publik. Në këtë garë fillimisht ja kanë mësyer 6 kandidat për kryeprokuror, por kandidati Arben Ismaili është tërhequr nga gara për shkak të opinionit të Agjencisë kundër korrupsionit, i cili ka konstatuar se zgjedhja e tij eventuale në pozitën e kryeprokurorit përbën konflikt të interesit për shkak se në 2 vitet e fundit ai kishte qenë antar i KPK-s. Pas kësaj, garën e kanë vazhduar 5 kandidatët: Armend Hamiti, Bleri Misufaj, Shqipton Fazliu, Kujtim Munishi dhe Lulzim Sulejmani. Këta të fundit janë intervistuar me 18 mars nga paneli vlerësues, në përbërje të Jetish Malokut si kryesues dhe antarëve Ariana Shajkovci, Bedrije Syla Alshiqi, Armen Zenelaj dhe Jovo Radović. Intervistat e kandidatëve kanë zgjatur deri në 1 orë dhe procesi është monitoruar nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Paneli vlerësues pas poentimit ka vlerësuar kandidatët në këtë renditje: Bleri Misufaj me 98 pikë, Shqipton Fazliu me 92 pikë, Kujtim Munishi me 84.2 pikë, Armend Hamiti me 80.6 pikë dhe Lulzim Sulejmani me 74.2 pikë. Sipas rregullorës për emërimin e kryeprokurorit të shtetit, paneli vlerësues brenda 5 ditëve nga dita e përfundimit të procesit të vlerësimit do t'i njoftoj kandidatët me poentimin përfundimtar dhe poentimin individual, të anonimizuar nga secili antar i panelit vlerësues, bashkë me arsyetimin për secilën kategori poentuese. Krahas këtij vlerësimit të panelit vlerësues, organizatat jo qeveritare, Instituti Kosovës për Drejtësi, Grupi për Studime Juridike dhe Politike dhe Lëvizja Fol, si organizata të specializuara në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë, dhe me përvojë të gjatë në monitorimin e sistemit prokurorial, kanë krijuar koalicion për monitorim dhe vlerësim të procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit. Sipas përfaqësuesve të këtij koalicioni, integriteti i këtij procesi është cënuar nga paneli vlerësues, i cili ka qenë subjektiv në trajtim dhe vlerësim të kandidatëve për kryeprokuror të shtetit. Për këto arsye, ky koalicion ka kërkuar që ky proces i zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit të anulohet. Përfaqësuesit e këtij koalicioni kanë publikuar raportin me gjetje vlerësime dhe rekomandime për procesin e zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit. Mexhide Demollin Imani nga Lëvizja Fol ka thënë se monitorimi është bazuar në një metodologji e cila ka pasur 4 shtylla, të cilat kanë mundsuar vlerësim objektiv të procesit dhe vlerësimit të kandidatëve. Vlerësimi i strukturës së procesit për përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, analizimin e koncept dokumenteve të kandidatëve, monitorimin e intervistave dhe qasjen e panelit ndaj kandidatëve. Sa i përket transparencës së procesit, për dallim nga rastet e kaluara, koalicioni këtë radhë ka pasur mundësi që të bëjë një monitorim të plotë dhe objektiv, për faktin se KPK ka treguar një shkallë të lartë të transparencës për kitazi me këtë proces. Përkatësisht, KPK ka publikuar të gjithë koncept dokumentet e kandidatëve, ka lejuar monitorimin direkt të intervistave, si dhe ka transmetuar intervistat në televizionin publik. Metodologjia koalicionit për monitorimin e këtij procesit është bazuar në udhëzuesin për nenët 13 dhe 14 të rregullorës për emërimin e kryeprokurorit dhe të kryeprokurorëve të miratuar nga vetë KPK. Për të siguruar një proces objektiv të drejtë transparent, i cili trajton të gjithë kandidatët në mënyrë të barabartë, paneli vlerësues do të duhej të poentonte secilin kandidat në bazë të këtyre kritereve. Koncept dokumenti, i cili ka gjithsej 30 pikë, integriteti deri në 20 pikë, aftësitë udhëheqëse dhe menaxheriale deri në 30 pikë dhe njohuri dhe përvoja teknike deri në 20 pikë.
Edhe përkundër faktit se ky udhëzues ka përcaktuar parimet dhe procedurën që paneli vlerësues do duhet të ndjeqte për të siguruar një proces objektiv, transparent, jo diskriminues dhe gjithëpërfshirës, të bazuar në merita, i njëjti nuk ka gjetur zbatim. Gzim Shala, hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për drejtësi, thotë se procesi ka qenë i dizajnuar në mënyrë jo adekuate, duke mos siguruar proces të drejtë dhe meritor. Koalicioni i organizatave jo qeveritare ka gjetur se ky proces nuk ka një dizajnim adekuat në mënyrë që të garantonte meritokraci të këtij procesit. Përkundër faktit që kushtetuta dhe ligjet e promovojnë një proces të drejtë dhe të paanshëm i cili në fund edhe garanton një meritokraci në këtë proces, kjo frymë e meritokracisë pengohet si nga udhëzuesi i Këshillit Prokurorial dhe po ashtu edhe nga formulari për koncept dokumente të cilët nuk janë adekuat lidhur me kriteret që kërkohen në rastin konkret, të cilat kriteret do të garantonin edhe meritokraci. Duhet pasur parasysh faktin se disa prej çështjeve në këtë udhëzues dhe në këtë dhe veçanërisht në formularin e konceptit të dokumentit janë të ndërtuara mbi bazën e legjislacionit i cili më nuk është në fuqi. Përkatësisht bëhet fjalë për legjislacionin për kohën kur kryeprokurori i shtetit ka qenë edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe që në fakt bëhet një ngatrim në mes të kompetencave të kryeprokurorit të shtetit dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Dhe për këtë arsye do të thotë mbi bazën e kësaj edhe shumë kandidat, si në koncept dokumentet e tyre, si gjatë intervistës, e kanë pasur një lloj vështirësie për të dalluar kompetencat në mes të kryeprokurorit të shtetit dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, dhe që kjo çështje është jashtëzakonisht problematike kur e kemi parasysh rëndësinë dhe djeshmërinë e një pozite të tillë për cilën synon ta nxjerrë procesi përkatës. Sa i përket procesit të konfirmimit të kandidaturave, Shala ka thënë se kandidati Arben Ismaili ka dëshmuar integritet me rastin e tërheqjes, pas opinionit të Agjencisë kundër korrupsion për situatën e konfliktit të interesit. Agjencioni kundër korrupsion ka përcaktuar se në rastin konkret emërimi i zotrit Arben Ismaili në pozitën e kryeprokurorit të shtetit do të përbënte konflikt të interesit për shkak se njëti në 2 vitet e fundit ka qenë antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe për t'ju shmangur konfliktit të interesit, zotri Ismaili ka dhënë një shembull të mirë duke u tërhequr nga gara për kryeprokurorit të shtetit dhe në rastin konkret ka mbetur vetëm 5 kandidat. Mirë po do thotë kjo në fakt kjo praktik e mirë zotri Ismailit e shpërpoq edhe një praktikë të keqe në raport me kandidatin tjetër përkatësisht kryeprokurorin e Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës, zotrin Blerimi Supaj. Zotri Blerimi Supaj në vitin 2019 kishte dhënë dorëheqjen nga pozita antarit të Këshillit Prokurorial pikërisht në ditën kur ishte shpollur konkursi për kryeprokuror të Prokurorisë Speciale dhe 8 muaj më vonë, i njëjti ishte zgjedhur në krye të Prokurorisë Speciale përkundër faktit që në 2 vitet e fundit i njëjti kishte qenë antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës, që i bie në gjendje të njëjtë faktike, ashtu siç është konstatuar se zotri Arben Ismaili ka konflikt të interesit, zotri Isupaj ishte zgjedhur në gjendje të konfliktit të interesit në krye të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Në bazë të vlerësimit të koalicionit, asnjëri kandidat nuk ka arritur të dëshmojë shkathësi, njohuri dhe aftësi për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Në bazë të vlerësimit të përgjithshëm, koalicioni ka rankuar të parin kandidatin Shqipton Fazliu, i pasuar nga Armend Hamiti, Blerimi Sufaj, Kujti Munishi dhe Lulzem Sulejmani. Sa i përket vetëm koncept dokumentit, koalicioni ka ranguar të parin kandidatin Armend Hamiti, të pasuar nga Shqipton Fazliu dhe 3 kandidatët e tjerë gjenden në pozitën e njëjtë. Ndërsa sa i përket vetëm intervistës, koalicioni ka ranguar të parin kandidatin Shqipton Fazliu, i pasuar nga Armend Hamiti, Blerimi Sufaj, Lulzem Sulejmani dhe Kujti Munishi. Për përfaqësuesit e koalicionit, vlerësimi i panelit vlerësues të KPK-s nuk është real, duke theksuar faktin se vlerësimi prej 98 pikëve prej 100 në total ka qenë pothuajse mision i pamundur për t'u arritur nga këta kandidat në bazë të performancës së tyre. Sipas panelit vlerësues, këta 5 kandidat kanë marrë më së paku 74 pikë dhe më së shumti 98 pikë, që është rasti i zotrit Blerimi Supaj. Nga monitorimi i koalicionit, koalicioni OJC ka gjetur se ky poentim i panelit vlerësues nuk është fare real, për shkak se nga të metat të cilat janë
gjetur gjatë monitorimit dhe vlerësimit të këtij procesi dhe në raport me udhëzuesin për këtë proces, udhëzuesin relevant për këtë proces, është pothuajse e pamundshme që këta kandidat të arrijnë të marrin këtë numër të pikëve. Për këtë arsye do thotë ne e kuptojmë pavarësinë e panelit vlerësues për të vlerësuar kandidatët. Mirë po, ky lloj vlerësimi kaq i lartë është definitivisht jo real dhe nuk pasqyron atë që ka ndodhur për gjatë procesit. Në bazë të vlerësimit të koalicionit, paneli vlerësues ka qenë shumë subjektiv gjatë intervistimit të kandidatëve. Gjatë monitorimit, do thotë veçanërisht të intervistave, ne kemi parë edhe një trajtim të jo të barabartë që paneli vlerësues i ka bërë kandidatëve. Ka pasur kandidat për cilët paneli vlerësues përgjithsisht e ka pasur një preferencë më të madhe, ka pasur kandidatë të cilëve i janë bërë pyetje të veçanta, kandidatë të cilët janë sfiduar me në pyetje dhe kandidatë të cilët nuk janë sfiduar me në pyetje sikurse kandidatët e tjerë. Lidhur me integritetin, kam pyetjen, a keni ndonjë rast në jetën e juaj personale apo profesionale që mund t'ju vej në dyshim të integritetit, autoritetit dhe qëndrimit juaj në kryenën e punës si prokuror? Okej, faleminderit. Nëse shikojmë vendime tani, asnjë mos disiplinore, asnjë nuk kam shqiptuar, dhe tjetë ka tregu se kam integritetin e lartë dhe kam besueshmërinë edhe të publikut, sepse dihet se është një njeri ashtu e kam integritetin si i pandikueshëm që e ka vetëm ligjen dhe kushtetutën. Ndoshta është mirë koha për me nda se besoj se e keni pa dje apo par dje, se unë kam qenë në një konferencë jashtë lidhur me konfiskimin e aseteve dhe kështë qenë në media ka dalë një rast që shihet një shkrim tendencioz i orkestruar dhe shihet aty edhe i sponsorizuar në portal nga media të caktuar. Unë nuk e di, unë e di si jam ngarë për kërë prokuror, po kjo po të regon se ti kujtot në aty i pengu. Edhe më nënë për mes forma tendencioze, unë e di edhe para 7 viteve kom pasur shtë një tendencë me bodi që ka një tilë, atë bile edhe antari panelet e blinë këtë rast armentit, që kanë tentu, po procedurat e kam pasi s'ka kërgjë. Edhe kjo është unë e dëzmerë në me, ka kryet këtë intervjisë, sepse nuk ka qenë momentume, edhe dhe të marrë masë atyre di këtë lidhur me këtë shpife që rëbën ndaj me, këtë tendencë, sepse kush dhe që është në sferën edhe gazetaris, eshe se aty ka tendenciazm që se lezën vesh tekstin, dëshirojnë me mblidhë me parti politike, se ky kandidat i ati, ky kandidat i ati, po ne pekam që të problem, presin bo prokurori. Ne janë bjam një hamite, po më thuj një i LDK-s. Tani, rasi uzurpime suksese që u arrit në publik, u shvizu për i partive që ishin për shtet, kuj Mitrovicës, kjo ka i PDK-s. Në çdo rast, kur po kam rastin që kom pas me bashkëpunim juridik, në atë ku ka qenë AKE-ja, jo i lagjës Arbria dhe rrugon kryeministri, atje ko ka i AKE-s, tash po ndujnë edhe me këtonë, s'po di, kjo është një tendencë e hapur, sepse dikujt të pengojnë, nashta në rastet e mija, se qatë rastin para 7 vjetë e pa të zmilu, si isha kon të hetu një familjar dikujt edhe u mënu me mavu, edhe tash nashta në grup të interesit, ja kum prish në interes, por kjo nuk ndikon të une, sepse aty ndoshta mu edhe këtu me thonë për shkak se është një pjesë e një hetimi, mos po bëjna i shkelje, sepse aty ka qenë edhe një person, një zyrtar policor, i cili më ka ftu, kurse ky ka qenë se njeri besueshëm i tij për një disa informata për një hetim, edhe normal unë hetusin kam bashkëpunim tal. Nuk e kom ditë kush ai person si para 12 vjetëve pas ka pas rast penal, se kom pas atë informatë, nuk ka ndaj person si tani për shembull Prishtinë din pa ka shumë kush janë para 11-12 vjetë që ka bo vepër penale, një urisë kom po hetusi se ka cekat detaj, edhe i kanë marrë të këshillar, nuk ka në rast se është tamam për mu,
kam thonë, ledhni provat, po është dyshim prokurorin, se si pas delke prokurori speciale, shkon rast në prokurori speciale, po jo të hënë, që kam pasë, dhe më thonë, keni tendencë në këtë fazë, nuk e di, dikujt i pengaj. Bire për kurtojnë prokuror. Shka të shtojmë dhe për shka këtë opinion të lidhur me këtë rast. Në këtë rast, kë person për cilin flitet, a ka qenë, qëfar cilësi e ka qenë që ka me atë hetus? Si informat, me thonë, informator. Informator. Po, Me thonë qatë cilësi ka qenë. Qashtu e ka prezentu hetusi, si kjo është një njeri besushëm që ka informata. Nuk i kom ku as si kom marrë nëjse nështë se me ex-parte, me persona në di, atë s'ka shansë më taku. Kur tirë një hetus për informator, Lidhur me dhe një rast që keni pas ju. jo është një rast si kanë fillu me bo, po mi marrë do këshilla që ka përmenën se ashtë për Prishtina i nuk kështë qenë kompetencë e amja. Do të thonë s'ka qenë në rast si ju. Jo. Vetëm hetusi ka dash me ju. Po, me marrë këshillë. Se qërë na jena 24 orë prokuror, mos të harrojnë atë detaj. Mi familjer. Ndëruar, do të bëjmë një pyetje lidhje me integritetin. Na të regoni, a keni pas ndonjë rast në jetën e juaj personale apo profesionale që mund të juve në dyshim të integritetit, autoritetit dhe qëndrimit juaj në kryerjen e punëve si prokuror? Jo, unë gjatë mandatit tim si prokuror, ata që e kom bo nëse kom pa se mund të kem konflikt interesit në trajtimin e ndonjë rasti, e kom lejru me kote e prokurorim, kurse soj për këtë integritetit tim, unë nuk di që kom pas ndonjë rast i cili do të binte ndesh me integritetin. Unë kom pas të një kallëzim penal, pra kohë, unë po du me besu shumë që ka qenë ma tepër një keq kuptim e agjencionit. Më vjen mirë që kallëzimi penal është trajtu, e prokurorëve dhe kaq. Nuk e kom pas kallëzimin penal, nuk e kom pas vendimin që rasti ka përfundu. Mi familjer. A keni një uri, a keni pas edhe ndoj rast tjetër, ndoj kallëzim tjetër, dhe si kanë përfundu? E di që ka pas edhe disa kallëzime për individëve, e di që për shembull një kallëzim penal ka ndodhur për shkak se njëherë nuk e kom pranuar një palë. Puna me njëherë sa ka dalë zyre, se ka po një kallëzim penal. Jo për mua, po për shumë persona. Çdo diçka si tilla, po nuk di më shumë. Nëse ati ka përfunduar është një dyll, se ta mund puna se cili mund nga bërë kallëzime. Faleminderit. Ndëruar, kom një të bëj pyetje lidhur me integritetin. A keni ndonjë rast në jetën e juaj personale apo profesionale që mund t'ju vëjë në dyshim integritetin, autoritetin dhe qëndrimin e juaj në punën si prokuror? Falënderoj prokurore, jo nuk kam asnjë rast. Me plot përgjegjësi e them se asnjëherë asnjë kafe nuk e kam pi me asnjë person që nuk duhet tulë në tavolinë. Jam një person me integritet lartë, mundohem ta respektoj integritetin, jam i përgjegjshëm për veprimet e mia si në jetën profesionale, ashtu edhe në jetën private. Familjer. Shtrohet pyetja, a keni një uri, a është ushtruar ndonjë kallëzim penal ndonjëherë kundër jush? Nuk kam një uri deri këtë momente që është ushtruar ndonjë kallëzim penal kundër. E nderuar koleg, kam një pyetje për ju lidhur me integritetin. A mund të na tregoni, a keni pas ndonjë rast i cili ka mujt me ndiku në personalitetin, në një rast t'juaj personal apo profesional që mund t'ju vej juve në dyshim integritetin, autoritetin dhe të ndikojnë në qëndrimet e juaj në kryerjen e punëve si prokuror? Ju falenderoj doctore. Situatë e cila ka mundur të më sfidoj rreth integritetit tim, profesionalizmit tim, që një po ka pasur një situata të tilla, mirë po, çështja është, a kam lejuar unë që
integriteti imi prokurorit, profesionalizmin tim të cilën e kam pasur deri më tani, që të bëjmë dhe një shketje faktikisht disiplinore që do të rënonte aktivitetimin asesi. S'ka do të notën të më tepër se si. Mirë, faleminderit. Atëherë, lidhur me këtë, a keni njohuri që është ushtruar ndonjë kallëzim penal kundër jush? Kallëzime penale edhe vërejtje në atë kuptimin ka pasur, bile për herë së fundit nga një ish kolegin, ka pasur 2 herë radhësit për të njëjtën çështje kallëzim penal, edhe pse janë burgur. Po dëgjoni, kjo është e drejtë e parë, nuk mund të shpendem. Çdo kohë, ndaj me, ndaj jush, ndaj gjithkujt, mund të ushtrohet një kallëzim penal nga dikush, i cili mendon, pretendon se ja ke bërë ndonjë dëm atij person. Në rastin konkret, është fjala për një procedurë disiplinore, e cila është zhvilluar në harmoni me dispozimet e përcaktuara për çështje disiplinore, së bashku me panelin hetimor disiplinor, ndaj me edhe ndaj dy kolegëve tjerë, çka raporti me propozimin për shqyrtimin e masës adekuate disiplinore është kaluar në Këshillin Prokurorit të Kosovës, është aprovuar ai raport, ju ka shikuar e masë prokuror. Ai mendon se tërë Këshilli Prokurorit, se anëtarët atij paneli intervistës, kemi bërë keq për të detyrës së tij. Përmandej, përkundër që është ankuar edhe në Gjykatën Supreme, ju është refuzuar dhe rankës. Atëherë, s'të themi ne tash lidhe me atë pretendim të sapare. I nderuar, kam disa pyetje lidhur me integritetin, a mund na tregoni ndonjë rast juaj gjatë jetës personale apo profesionale që mund t'ju vënë në dyshim në të integritetit, autoritetit dhe qëndrimit juaj në kryerjen e punës si prokuror? Faleminderit prokurorit. Konsideroj se gjatë gjithë karrierës sime profesionale, por edhe para se të kyçem në prokurori, gjithçka kam bërë me integritetin më të lartë të mundshëm dhe nuk ka asgjë që do ta lëmë nesër në pyetje integritetit. Atëherë shtrohet pyetja, a keni njohuri, a është ushtruar ndonjë kallëzim penal kundër jush apo është marrë ndonjë vendim nga ana e gjykatës? Besoj jo. Nuk ka asnjë kallëzim. Ndonjë dënim, vrejtje? Do është edhe në komunikacion, nuk besoj që kjo llogaritet si diçka penale. Por pas ndonjë dënimi në komunikacion nuk ka asnjë kallëzim penal asnjë dënim. Faleminderit. Vlerësimi i integritetit të kandidatëve sipas përfaqësuesve të koalicionit ka qenë selektiv dhe as pak i denjë nga ana e panelit vlerësues. Një çështje problematike edhe në fundit për këtë pjesë është edhe vlerësimi i integritetit të kandidatëve. Paneli vlerësues ju ka bërë vetëm pyetje të përgjithshme kandidatëve mbi integritetin, duke ju lënë një farë diskrecioni kandidatëve për të përcaktuar nëse të njëjtit kanë integritet ose jo. Përkatësisht pyetja ka qenë a keni ndonjë rast që cenon integritetin e juaj dhe normalisht se përgjigja e secilit prej tyre ka qenë jo. Mirë po, do thotë nuk janë sfiduar kandidatët me raste konkrete të cilat janë ngritur në publik dhe që do të ishte një mundësi ideale si për publikun që ta kuptojë çka ka ndodhur në ato raste, mirë po edhe për kandidatët të cilët potencialisht në të ardhmen mund të jenë kryeprokurorë të shtetit, që të sqarohen para publikut për këto raste dhe që mos të hyjnë në pozitën e kryeprokurorit të shtetit me integritet të kontestuar. Mirë po kjo nuk ka ndodhur. Për shembull në rastin e zotit Derimi Supaj, i njëjti nuk është pyetur mbi përzgjedhjen e tij në krye të PSRK-s, duke qenë në konflikt të interesit. Ka treguar vetë për kallëzimin penal që Agjencia kundër korrupsioni ka parashtruar dhe që është hullur, mirë po nuk është sfiduar me pyetje të tjera sepse ka ardhur deri te kjo situatë të cilën ai e quan keq kuptim. Dhe po ashtu nuk është pyetur lidhur me akuzat e ish prokurorit Eles Blokaj për ndërhyrje në rastin e veteranëve.
nuk është pyetur as kujt imunishi për disa prej çështjeve të cilat janë ngritur në publik, siç është rasti i veturës Bentley dhe po ashtu edhe rasti i Sebahat Morinës, për cilin rast institucioni avokatit të popullit dhe disa nga organizatat jo qeveritare kanë konstatuar se mosveprimi i prokurisë themelore në Prishtinë i ka shkelur të njëjtës të drejtën e jetë. Dhe do të thotë për këtë arsye ky lloj vlerësimi nuk ka qenë mbost pritjeve të një të publiku dhe të vëzhguesve objektiv që do të jepte përgjigje sa i përket çështjeve të cilat kanë kontestuar integritetin e këtyre kandidatëve. Pas zgjedhjeve të këtij koalicioni, rreth zhvillimit të procesit për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike ka shpalosur rekomandimet për KPK-n që ky proces të anulohet dhe të zhvillohet një proces i ri me integritet, i cili fiton besimin e publikut. Koalicioni rekomandon që Komisioni Vlerësues të publikojë vlerësimin me arsyetim mbi poentimin për secilin kandidat, kjo që të arrijmë transparencë të plotë deri në fund të procesit. Së dyti, koalicioni rekomandon Këshillit Prokurorial që të anulohet komplet procesi për zgjedhjes dhe emërimit të kryeprokurorit të shtetit për shkak të shkeljeve procedurale dhe defekteve të evidentuara nga koalicioni në procesin e monitorimit dhe vlerësimit të këtij procesi. Tutje, koalicioni rekomandon që të shpallet konkursi i ri, duke vazhduar me praktikën e njëjtë të transparencës për sa i përket publikimit të koncept dokumenteve dhe procesit të intervistimit, që siç e tham, është hera e parë që kemi pasur një hapje të madhe nga Këshilli Prokurorial drejt proceseve të tilla me rëndësi kaq të lartë. Për më tepër, koalicioni rekomandon Këshillit Prokurorial të Kosovës të plotësojë dhe ndryshojë rregulloren për procesin e përzgjedhjes dhe emërimit të kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve me theks të veçantë në formularin e koncept dokumentit. Kjo nga që i njëjti nuk siguron meritokracinë. Tutje, pyetjet në koncept dokument duhet të orientohen më shumë rreth pozitës së kryeprokurorit dhe formulohen në atë mënyrë që të vlerësojnë shkallësitë dhe aftësitë së sa njohuritë e përgjithshme, gjë që po ndodh tani. Për më tepër, ne rekomandojmë që intervista të jetë e strukturuar dhe ky nivel të ruhet gjatë gjithë procesit dhe me të gjithë kandidatët, pra të evitohen praktikat ose praktika e këtij konkursi ku kemi pasur qasje të pabarabartë ndaj kandidatëve. Dhe së fundmi, tek elementi siç është vlerësimi i integritetit, paneli vlerësues, sipas detyrës zyrtare, duhet të hulumtojë të kaluaren e secilit kandidat, pastaj duke paraqitur pyetje të njëjta për secilin kandidat, të vlerësoj një cilësi të tillë, pyetjet të bëhen në atë formë dhe në këtë formë pra të evitohet praktikat që e ka ndjekur ky panel, e që edhe njëherë po e ritheksojmë që ka qenë e pabarabartë, sidomos tek pjesa e integritetit, ku disa kandidat janë pyetur dhe janë sfiduar me pyetje shtesë, ndërsa tek disa të tjerë shumë çështje të cilat kanë qenë publike, kanë kaluar në heshtje dhe nuk janë sjellë në intervistë as nga kandidatët dhe as nga paneli vlerësues. Betimi për drejtësi ka kërkuar nga KPK përgjigje për gjetjet dhe rekomandimet e këtij koalicioni, për sa i përket procesit të zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit, por ata nuk janë përgjigjur. Sipas përfaqësuesve të koalicionit, këto rekomandime duhet zbatohen, në të kundërtën, dëmet do të jenë të pariparueshme. Nëse KPK nuk e merr parasysh këtë rekomandim, do të ishte fatkeqësi shumë e madhe, me qenë se do të kishim një kryeprokuror i cili cilësohet që nuk i plotëson standardet minimale për të marrë një pozitë të tillë, një prokuror i cili sipas vlerësimit ton është mbi vlerësuar me pikat gati që maksimale që janë dhënë nga paneli vlerësues, dhe një kryeprokuror që nuk ka arritur të vërtetojë shkatësitë e tij për udhëheqjen e një zyre siç është zyra e kryeprokurorit të shtetit. Nëse KPK vazhdon procesin dhe kandidatin që del nga ky proces e rekomandon për dekretim tek presidentja, Gzim Shala nga IKD thotë se topi për ta kthyer këtë proces në binar bie tek presidentja e Republikës së Kosovës. Kushtetuta edhe ligjet në fuqi nuk japin një rol shumë të madh presidentës sa i përket vlerësimit të propozimeve të Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Mirë po, në rastet të kësaj natyre, kur kemi të bëjmë edhe me shkelje procedurale, me dyshime të mëdha, me çështje të tjera të cilat ndërlidhen me vetë sistemin prokurorial, nuk mund të themi se kemi një situatë të zakonshme si kur bëhet fjalë për shembull për emërimin e prokurorëve, prokurorëve, gjyqtarëve e tjerë. Dhe në rastin konkret do thotë ka një margj më të gjerë Presidenti e Republikës së Kosovës për të vlerësuar nëse në rastin konkret duhet ta dekretoj ose jo kryeprokurorin e ri. Për këtë arsye do thotë edhe në kuadër të zyres së presidentit, nëse eventualisht Këshilli Prokurorial nuk i merr rekomandime dhe nuk anulon procesin, do thotë atëherë topi i përgjegjësisë bie tek presidentja, e cila duhet të siguroj që ky proces ka qenë meritor dhe që ka qenë ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe ligji. Ndërkohë, të premten pasdite, ka reaguar Këshilli Prokurorial i Kosovës ndaj vlerësimeve në raportin e koalicionit të organizatave jo qeveritare. Sipas KPK-s, procesi për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri të shtetit, që nga fillimi deri në këtë fazë të intervistimit, ka qenë objektiv, jo diskriminues, transparent, gjithëpërfshirës dhe i bazuar plotësisht në meritokraci. Publikimi i koncept dokumenteve, intervistimi i kandidatëve në pranitë të përfaqësuesve të OJC-ve dhe partnerëve ndërkombëtar, gjirimi dhe transmetimi i të gjitha intervistave të kandidatëve përmes mediumit publik RTK, i cili mundsoi që secili qytetar të përcjellë këtë ngjarje të rëndësishme në sistemin e drejtësisë. Padyshim, është dëshmia më e mirë që ky proces, siç e thekson edhe vetë raporti i kësaj pjese të shoqërisë civile, është një praktikë tepër pozitive dhe e pa shembull deri më tani në një institucion relevant, me që rast ju ka dhënë mundësia publikut, OJC-ve dhe mediave që ta përcjellin drejt për drejt dhe në kohë reale këtë ngjarje për zgjedhjen e kandidatit për pozitën më të lartë në sistemin prokurorial. Prandaj tendenca dhe gjuha e përdorur nga një pjesë e shoqërisë civile nuk është asgjë tjetër përveç se tendencioze, e pa bazuar dhe pa asnjë mbështetje ligjore, me prapavi dhe në shërbim të atyre që kanë intencë të ndërhyjnë në pavarësinë e këtij institucioni, të garantuar me kushtetutë dhe ligjet në fuqi. Paradoks në vetvete dhe të jeti pakuptueshëm është fakti kur i njëjti raport i këtij koalicioni të një pjesë të OJC-ve i paraqet si fajtor për një proces të pavarur, të drejtë dhe të paanshëm, një udhëzues i cili ka të bëjë me aplikimin e nenit 13 dhe 14 të rregullorës për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe formularët mbi koncept dokumentet e kandidatëve për kryeprokuror të shtetit. Prandaj, kjo është për të çdo vajtjeje, për diskreditim dhe denigrim me çdo kusht të këtij procesi nga ana e disa qarqeve, të cilat nuk ja duan të mirën jo vetëm sistemit prokurorial, por tërë sistemit të drejtësisë, kur dihet se tërhapat nga fillimi deri te kjo fazë e intervistimit janë ndërmarrë në plotënim me partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët kanë mbështetur gjithmonë sistemin prokurorial. Krejt në fund, KPK-ja kërkon edhe nga përfaqësuesit politik të institucioneve të ndryshme që të respektojnë pavarësinë e pushtetit prokurorial dhe të përmbahen nga çfarëdo lloj deklaratash politike, të cilat do të vlerësoheshin si ndërhyrje në këtë proces të zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit, thuhet në reagimin e KPK-s. Se si do të procedohet me këtë proces nga KPK mbetet të shihet, por kërkesat e të gjitha institucioneve vendore, ndërkombëtare dhe shoqërisë civile mbesin që ky integritet i këtij procesi të mos kontestohet në mënyrë që në fund të dalë një kryeprokuror i shtetit i cili nuk do të kontestohet dhe që e fiton besimin e publikut për ushtrimin e mandatit në 7 vitet e ardhshme.